Sërish të dashur miq, ne do të jemi në pritje për lidhje të tjera direkte për të parë se çfarë do të bëhet me Tiranën tonë. Për momentin do të ndalemi tek shtypi i ditës, do të shohim tani se ç'na thon gazetat për sot. I ndjekim. Një det me info që në pikë të sabah. Vetëm në Porto Channel. Mirë mëngjesi, aku takuam përsëri në emisionin tonë më të ndjekur, një det me info që në pikë të sabahut. I gjithë populli kërkon aspirinën, kërkon aspirimin për Bashkimin Evropian. Politika ngelet në glas. Pra, janë titujt e gazetat se ku më ra, që më ra në dorë, Pra, gazeta e parë për sot është e vërteta. Europa i thotë jo Shqipërisë. Në brendësi lexojmë, ne do të hymë në bisedime me mazhorancën kur të bëhemi katërsis. Kur të bëhem katarësisi i kutive të votimit. Bulevardi VIP, kultur, bëjnë si kur këndojnë në shesh këngëtarët më të mirë të vendit. Zëri së vërtetës shkruan, Europa nuk i tha jo Shqipërisë. Komisionerët e zgjerimit pohuan me gojen e tyre. Kryeministri deklaron nga Brukseli, kam bërë lesh me qime. Kam bërë lëshime me që ma ka kërkuar Europa. Pra, Bulevardi VIP, rubrika e njoftimeve, kërkoj lidhje me një zonjush që flije. Të interesuara të kontaktojnë në numrin e telefonit 068 28 82. Ju pres deri për vitëri, pastaj do të hidhem nga Maqedonia. E vërteta 77, Europa nuk i tha as po as jo Shqipërisë, i tha cëq. Paskali e ka në Terezi dhe vjen në Tiranë. Paskali Terzi vjen në Tiranë. Të dy palët, të majtë dhe të djathë, i kanë bërë shurën prefekt Bexhetit. Kanë bërë shërë për projekt buxhetin 2011. Bulevardi VIP, njoftim. I dashurim, thot se duhet të bëj seks spontan. O ma do t'a lë, ati e shfryrë gjoksi. E vërtet afare, trajstarenda deri kur ta apen kuti peshtekunda. Transparenca deri kur të hapen kutit e shpreku shtetuta. Qytetari kthen televizorin atje ku e bleu, pretendon që është i prishur, sa e hap në çdo stacion, më del një në konferencë shtypi. Bulevardi VIP, qeveria ndihmon të pastrehet, u jep ministrave kredi me interes zero. Dhe lajmi i fundit që sapo mbriti në redaksi, politikanët dhe gjithë ropët e tyre do të mjekohen në spitalin e Fushkrujës, me që ka 3 ditë pa drita. Goli së vërtetës shkruan, ekipi i Tërbunit deklaron, shok të patosit na falni që do të mundim të dielën. Spanja gjumëzohet nga Sumpreri. Nga Sumprero. Kampionati Gjerman. Shalen e ke 0-4. Shalen e ke 0-4, fiton kundër Vitëmbar dhe me kratë leta.